Gjatë ditës së njëjtë në 3 hyrjet kryesore të Prishtinës u zhvilluar protesta nga pronarët e bizneseve të vogla, të mesme dhe të mëdha, të cilat kërkuan ndërhyrje urgjente të institucioneve për të adresuar krizën e rëndë që po përballen për shkak të rritjes drastike të çmimeve të energjisë elektrike. Bizneset protestuese shprehen të pakënaqura me vendimin e zyrës së rregullatorit për energji për të liberalizuar tregun dhe për të rritur çmimin e energjisë deri në 300%. Ata theksojnë se kjo rritje e kostove është e papërballueshme për prodhuesit vendor dhe po i vendos në një pozitë të pafavorshme përballë konkurrentëve rajonal. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka kritikuar mënyrën se si është marrë ky vendim, duke vënë në dukje mungesën e konsultimeve paraprake me komunitetin e biznesit dhe rrezikun që vendimi mund të sjellë për ekonomi për shkak të efekteve zinxhirore. Ndërkaq, kryeministri në detyrë Albin Kurti ka krahasuar protestën e bizneseve me barrikadat e rrëdhëqiqit të vendosura vitin e kaluar në veriun e vendit. Tutje prodhuesit vendor kanë ngritur alarmin duke deklaruar se me këto çmime të energjisë është e pamundur të konkurrohet në tregun rajonal dhe se shumë kompani mund të detyrohen të falimentojnë.